Rozana ulet pranë Laertit dhe nis një bisedë të gjatë dhe të sinqertë me të. Ajo shpreh mendimet e saj në lidhje me gjestin dhe ndjenjat që ka për të. Duke parë drejt Laertit me një buzëqeshje të lehtë, ajo i thot: "E di, Laert, unë e kam gjestin shumë për zemër." Ai është një person me energji të madhe, i qiltër dhe i sinqert në mënyrën e tij. Pavarësisht debateve që ndonjëherë lindin mes nesh, unë ndjej se kemi një lidhje të veçantë. Ai është dikush që më bën për të qeshur dhe që gjithmonë më ka qëndruar pranë. Laerti e dëgjon me vëmendje dhe i thot Rozanës që e ka vënë re afrimitetin mes saj dhe gjestit, por ai është kurioz të dijë më shumë. Rozana vazhdon, duke e theksuar se marrëdhënia e saj me gjestin është thjesht miqësore dhe se nuk ka asgjë më shumë mes tyre. Shumë njerëz mund të mendojnë ndryshe, por për mua gjesti është si një shok i ngushtë. Ai është nga ata persona me të cilët mund të flas për gjithçka, pa pasur frikë të gjykohem. Më pëlqen energjia e tij, mënyra si i sheh gjërat dhe ndonjëherë, edhe pse bën ndonjë veprim që më acaron, nuk mund të rri gjatë e mërzitur me të. E kemi këtë marrëdhënie ku e tallim njëri tjetrin, qeshim dhe shajmë me shaka, por në fund të ditës, e di që ai është aty për mua si një shok i vërtetë. Laerti qesh dhe i thot se ka parë shumë situata ku Rozana dhe gjesti janë ngacmuar me njëri tjetrin, por Rozana ja bën të qartë që nuk ka vend për spekulime. Unë e dua gjestin si një mik, por asgjë më shumë. Nuk dua që njerëzit ta keq kuptojnë këtë afërsi tonën. E respektoj dhe më pëlqen si person, por mes nesh ka vetëm miqësi të pastër. Pas kësaj bisede, Laerti duket më i qartë për mendimet e Rozanës, ndërsa ajo ndihet të çliruar që ka shprehur ndjenjat e saj hapur.